Kompania Apple ka vendosur të rrisndjeshëm vlerën e shpërblimeve për ekspertët e sigurisë dhe hakerat e tij që zbulojnë dobësi serioze në infrastrukturën e saj. Sipas programit të ri Bug Bounty, çdo zbulim që ekspozon gabime kritike në private cloud compute ose në sistemet kryesore të sigurisë mund të shpërblet me deri në $2 milion, ndërsa në rastet avancuara shpërblimi mund të arrijë deri në $5 milion, përfshir bonuse për zbulime komplekse ose për anashkalimin e mekanizmave të sigurisë si lockdown mode. Sipas mediave ndërkombëtare, përfshir TechRadar, programi synon dobësi të rënda Zero Click Remote Code Execution që lejojnë sulme nga distanca pa ndërveprim të përdoruesit. Qëllimi është të inkurajohet raportimi i problemeve në mënyrë të përgjegjshme, në mënyrë që Apple t'i riparojë përpara se të shfrytëzohen nga individ me qëllime keqdashëse. Kompania thekson se siguria e cloudit dhe sistemeve të saj është thelbësore për mbrojtjen e miliona përdoruesve, bizneseve dhe institucioneve që mbajnë të dhëna të ndjeshme në ekosistemin Apple. Programi, që tani konsiderohet një nga më të paguarit në botë për sigurinë teknologjike, përfaqëson një qasje proaktive dhe agresive në betejën globale kundër sulmeve kibernetike. Ekspertët e sigurisë dhe studiuesit që bashkëpunojnë me Apple mund të marrin shpërblime të larta për identifikimin e dobësive serioze, duke kontribuar drejt për drejt në forcimin e mbrojtjes së përdoruesve dhe të dhënave kritike, ndërsa kompania forcon pozicionin e saj si lider global në sigurinë teknologjike.